Rita, qëllimi I këtij seksioni pyetjeve është për të sqaruar dhe disa keq kuptime ose disa paragjykime që ti ke hasur. Duke qenë se ju flisni me fjalë shkencore dhe të mëdha dhe ne populli I thjesht nuk ju kuptojnë. Dhe duke mos ju kuptuar ne si populli I thjesht ju paragjykojmë. Dhe e shikoj shpesh edhe në komente që shumë gjëra ose shumë fjalë apo shumë postime që ju keni bërë duke qenë të pa kuptueshme për ne dhe të pa konceptueshme, siç ka qenë dhe pjesa e mendimeve që vijnë nga Zora, ju paragjikoheni për arsye të mos kuptimit. Nuk paragjikoheni nga dia, por nga mosdia jonë. Atëherë, unë do ju bëj disa pyetje dhe të mundoheni të na e shpjegoni sa më thjesht që ne ta kuptojmë. Ke shumë të drejtë Klisman, është një ndër provimet më të vështira ky që po më bën, sepse është një shprehje që thotë nuk kam kohë të shkruaj shkurt, po I bie gjatë, edhe unë ndonjëherë duke dashur të jap shumë informacion ose duke dashur të jap një informacion shumë të ri në kohë sa I takon shkencës, por duke mos e kuptuar që në Shqipëri janë koncepte të reja dhe ndoshta të pakuptueshme, gaboj duke mos dhënë edhe specifika, kështu që sot premtoj që do të jem profesionale, por me fjalë më të thjeshta. Atëherë, Hyrida, kam një pyetje. Besoj që dhe të na shpjegoni edhe më shkurt, sepse një nga problemet tjera që ne kemi është që nuk kemi nerva të dëgjojmë videon e plot dhe deri në fund. Dhe një nga këto është edhe pjesa e paragjykimit, sidomos kur ju dilni nëpër media, dhe sigurisht media në titull vendos titull hook për të goditur dhe për të marrë vjusa, dhe njerëzit lexojnë vetëm titullin dhe nuk të dëgjojnë fare se çfarë ti shpjegon dhe çfarë flet, dhe kjo është edhe një formë përsëri paragjykimi, po e them unë, por që është okay. Atëherë, një nga pyetjet që lexoj më shpesh, dëgjoj më shpesh, madje edhe unë, është që pse nuk do psohemi dhe kur hajmë pak? Okej, unë mendoj së pari që ai që ka dëshirë ta marrë informacionin duhet të marrë me vete edhe durimin, sepse nëse do flasim për një titull që tërheq, mund ta lëm edhe deri aty, por nëse duam një sqarim dhe një shpjegim që të jetë I kuptueshëm edhe I logjikshëm, duhet ta dëgjojmë videon deri në fund. Megjithatë po përpiqem të jem e koncentruar edhe në këtë rast, se ti harrove që një ndër tjera gabime që kam është që flas shpejt. Kështu që po përpiqem të t'ju shpjegoj. Unë do t'ua them sikur kam përballë një pacient, dhe u them zakonisht, ne kemi nevojë gjatë ditës për një total energjie që në terma akronimi ose në shkruaj TDE, totali ditor I energjisë, I cili është I barabartë me vlerën 100%. Ky 100% për mua mund të jetë 1800, për ty Klisman mund të jetë 2200, për një fëmijë mund të jetë 1500 dhe kështu me radhë. Dhe brenda këtij totali ditor energjie, një vlerë prej 60 deri në 70% trupi, duam apo nuk e duam, ne do ta djegi edhe në gjendje pauze. Dhe ky quhet ai metabolizmi bazal që zakonisht e kemi dëgjuar. Pra, është energjia që I duhet trupit edhe në gjendje pauze. Kur ne flem, gjithçka vazhdon të funksionojë. Dhe pjesa tjetër e mbetur, 40-30%, është për aktivitetin fizik, aktivitetin intelektual, energjinë e rezervëve të trupit e kështu me radhë. Kur ne nuk konsumojmë aq sa na duhet për të përmbushur totalin ditor të energjisë, trupi sigurisht do shkojë të marrë rezervat, mbas rezervave fillon ta marrë nga metabolizmi bazal, I cili sa më shumë ti merret energji, do fillojë t'ia heqë dhe t'ia paksoj këtë energji që I duhet organeve vitale. Dhe unë e krahasoj me një telefon kur bie bateria, të gjitha funksionet e telefonit nuk janë më njësoj të shpejta. Po ashtu edhe me trupin. Ndaj sa më shumë të bjerë metabolizmi bazal, aq më shumë efekt negativ, pra feedback negativ merrti si individ, sepse bie aftësia që trupi të djegë dhjamin dhe në vend se të humbasi peshën, fillon shton dhe kryesisht në zonën e barkut. Dhe pyetja e radhës e di që do të jetë po deficiti kalorik, sigurisht që duhet bërë, po pa prekur metabolizmin bazal. Pra nëse metabolizmi jot bazal është 1500, ti duhet konsumosh të paktën 1800, në mënyrë që kjo diferenca 1300 të shkojë për aktivitet dhe pjesa tjetër të mbetet. Uroj të kem qenë e qartë, më shkurt se kaq nuk mundem. Kjo ishte, sapo I thash, ta zgjasi përgjigjen me pak fjalë dhe shkurt, sepse nuk kemi kohë të dëgjojmë dhe të mësojmë. E zgjati përsëri. Dhe po ta them edhe një herë. Ne duam të na kthesh përgjigjet me 2 fjalë. Po të dobësoj për 2 ditë, po të
mundesh ta heqësh kaq kile për kaq ditë, kaq duam. Sepse mënyra se si na shpjegon pastaj si qysh tek e tjerë nuk kemi kohë dhe nerva të ta dëgjojmë. Ne duam fjalë të shkurta dhe gënjeshtra të bukura. Okay. Domethënë, gjëja e parë që ne duam është që ju të na gënjeni. Nëse mundesh të na gënjesh me pak fjalë, mos e zgjasni shumë. Kjo është. Okej, atëherë dhe uroj që pyetja e radhës të jetë përsëri përgjigje shumë e shkurtër, që ne të kemi kohë për ta dëgjuar, sepse shikoj që është pak nuk nxë. Nuk e di domethënë si do ja bëjmë. Ose do t'ja bëj unë pyetjen me 2 fjalë që të më kthej përgjigje shumë shkurt. A BCCDDEFGJ. Ideja është tani unë do të bëja pyetjen, a mund të ndikoj mikrobioma në peshë, por ideja është që një pjesë e mirë nuk e din se çfarë është mikrobioma. Okej. Dhe momentin që ju do vazhdoni të na e shpjegoni për mikrobiomën, problemi është që moment që do thuash mikrobioma, pjesa më e madhe e njerëzve nuk do ta dëgjojnë si video sepse nuk e kuptojnë. Një ndërto jam dhe unë. Kështu që mendoj me pak fjalë, 2 fjalë çfarë është mikrobioma, me 2 fjalë dhe a mund të ndikojnë në peshën tonë. Atëherë, kemi mikrobioma dhe mikrobiota. E këtë nuk e shpjegoj dot shkurt. Mikrobiota është tërësia e mikroorganizmave që jetojnë me ne në traktin intestinal, pra në sistemin tretës, në lëkurën tonë, në organet gjenitale, në hund, në mushkrinë, në veshka, kudo. Dhe të gjitha këto kanë një material genetik i cili quhet mikrobioma. Pra, mikrobiota është tërësia e mikroorganizmave që mund të jenë baktere, viruse, kërpudha, protozoare etj. Me radhë, secila prej tyre ka materialin e vet genetik dhe totali i materialit genetik quhet mikrobioma. Dhe diversiteti, lloji shtameve, numri baktereve në zor është shumë i rëndësishëm për të përcaktuar nëse do të bini nga pesha, do të shtoni në peshë apo do të keni probleme që lidhen me metabolizmin në tërësi. Wow, faleminderit, dhe kjo ishte më e mira që mund bëje. Atëherë, një pyetje tjetër që mendoj që është shumë interesante dhe është e kohës dhe flitet shumë dhe madje po shikoj dhe shumë produkte që dalin në këtë temë. A duhet të heqim dorë nga gluteni? Sepse shikoj shumë produkte pa gluten, dhe njerëzit duhet të dinë, mendoj që duhet t'ia sqarosh shumë thjesht çfarë është gluteni, mendoj, kush mund ta konsumojë dhe kush nuk mund ta konsumojë, sepse mendoj që glutenin i kanë dhënë shumë rëndësi dhe njerëzit që besoj që se kanë problem glutenin. Po. Atëherë këtu përgjigjja përsëri mbetet ambigue. Jo. Këtu ambigue. Sa po tha ambigue, që unë sa po i thash që na i shpjegoni me fjalë sa më të thjeshta përgjigjet, përsëri vazhdoi ambiguet. Që unë se kuptoj dot, është pasi. Okej, këtu përgjigja është edhe po, edhe jo. Pra, të dy palët kanë të drejtë, por në varësitë e rastit. Së pari, gluteni është një protein që ndodhet kryesisht tek drithrat, tek gruri. Dhe normalisht është një protein si gjithë të tjerat që është në benefit të organizmit ton. Nuk shkakton asnjë dëm prania e glutenit. Pra, askush nëse nuk ka një arsye specifike të tipit alergji ndaj glutenit, intolerancë ndaj glutenit, sëmundje celiake apo situata të tjera që lidhen me dëmtimin e zorrës apo organeve të tjera metabolike, nuk ka asnjë arsye pse të heq glutenin. Por në rastet kur një individ ka këto probleme, patjetër që duhet ta largoj, ta minimizoj apo të largoj frekuencat, sepse nëse flasim për alergji dhe celiaki, individi nuk duhet konsumoj absolutisht gluten, i cili nuk ndodhet në këtë rast vetëm tek ushqimet, por mund të ndodhet tek një make-up, tek një pilul, tek buskuqi, tek shampot, mund të jetë kontaminimi kryqëzuar, pra në një raft ku ka qenë një produkt. Unë kam seriozisht për zotin, bje më shkurt të pure dhe... Po ta kuptoj, pra, ta kuptoj kur po, si ta them, mos hani gluten kanë të drejtë. Hani, se nuk bën dëm. Pyeti do t'jenë shumë 30 sekondë. Po si mund t'ja them për 30 sekonda, po dhe jo. Po dhe jo ndoshta, si duash, pa problem, është okej. Kjo është problemi. Tash si përfundim?
Po pikërisht pra, nëse ke A duhet të heqim dorë nga gluteni apo jo? Jo, në mënyrë të pa nevojshme, jo. Nëse është e nevojshme, po. Okej. Oh. A të shëndosh avokado? Jo, por as edhe nuk të dobëson. Është avokado dhe çdo produkt tjetër nuk bën magji. Përdoret si për të shtuar në peshë dhe për të humbur në peshë, në varësi të kombinimit që bëjmë frekuencave ditore që konsumojmë dhe patjetër nevojës që kemi për të marrë avokado apo çdo lloj produkti tjetër. Okej. Kam dëgjuar se thua një fjalë estroboloma, loma, që unë nuk e di. Fertiliteti vjen nga estroboloma, ndërkohë që neve, ose unë më saktë dhe një pjesë e mirë si unë, e dim që fertiliteti ndodh në një zonë tjetër, ku diun, apo po të njëjtën zonë i thua estroboloma, nuk e di. Jo, në fakt, ashtu siç mendimet për mua vijnë nga zorra dhe në këtë rast fertiliteti nuk vjen nga aty ku mendojmë ne, por në fakt vjen edhe fertiliteti nga zorra, sikundër çdo problem tjetër që lidhet me estrogjenin nuk vjen nga hormonet, por nga mëlçia. Pra, këto janë terma që unë përdor që zakonisht njerëzit të fiksohen dhe ta kuptojnë se thelbi është i drejtë. Estroboloma është një pjesë e mikrobiomës intestinale përgjegjëse për menaxhimin e estrogjenit dhe është shumë e lidhur po ashtu me një pjesë të mirë të funksionit hormonal të mëlçisë që quhen hepatokinat. Nëse mëlçia ka funksion të eliminojë estrogjenin e tepërt, atëherë krahas detoksifikimit të mëlçisë, duhet të ndihmojmë edhe zorrën në mënyrë që kjo pjesë e mikrobiomës e quajtur estroboloma, përgjegje për estrogjenin dhe tërësisht hormonet femërore, të jetë në vlera të duhura të shtameve të përcaktuara në mënyrë që fertiliteti të ndodhë. Sigurisht ka shumë të bëjë. Estroboloma, sa po e thash, është pjesë e mikrobiotës intestinale përgjegjëse për estrogjenin. Edhe një pyetje kam, nuk po e kuptoj dot. Jeni dietologe, mjeke, doktoresh, shkencëtare, nutricioniste, nuk e di sepse duke parë shpesh dhe një pjesë të njerëzve fjalën dietologe e mendojnë si duke është bërë pjesa e ushqimit dhe nutricionit është bërë kështu e modës. Dhe unë po mendoja një ditë që t'i futëm një kursi ushqimor dhe të bëhem nutricionist, por thash okay, sa të mësoj çfarë është kjo mikrobiota. Dhe dua të di saktësisht çfarë jeni. Po. Dhe çfarë më saktë dua të di kush jeni, çfarë jeni dhe çfarë bëni saktësisht ose pse duhet vinë njerëzit tek ty? Dhe kush njerëz duhet vinë tek ty? Mos bëra shumë pyetje njëkohësisht dhe më thuaj me kërrit them cili je, jetesa me mua të ka bërë të bësh pyetje të gjata, ashtu si unë përgjigjet e gjata, megjithatë konceptin e kuptova. Ke të drejtë ma bësh si pyetje, shumica e njerëzve e ngatrojnë titullin PhD ose DR, duke menduar që je një mjeke, sigurisht për të qenë dietolog mund ta nisësh nga fakulteti i mjekësisë, por duke u specializuar për dietologji. Unë nuk e kam nisur kështu, e kam nisur nga biologjia, kam bërë biologji kimi, pastaj biologji molekulare master të shkencave, më pas jam diplomuar për master në nutricion në Sapienza, dhe pastaj kam vazhduar 2 doktoraturat që ti tashmë i di dhe janë paralel. Pra, titulli DR nuk vjen për hir të faktit se kam mbaruar fakultetin për mjekësi, por është titull honor. Ai që mbaron fakultetin për mjekësi quhet mjek, profesioni dietolog, por titulli honor që ti merr për hir të rritjes së studimeve ose zhvillimit tënd akademik mund të jetë DR ose profesore kështu me radhë. Dhe un jam biologe molekulare dhe dietologe klinike, që do të thotë termat që un përdor nuk janë thjesht sa kalori ka avokadoja, madje për mua, nëse do më pyesësh drejt për drejt, për kalorazhin nuk duhet flitet fare, por duhet të flitet për mekanizmat që të kuptojmë pse duhet ky ushqim, si funksionon ky ushqim në trupin ton dhe realisht çfarë mund të bëhet më tej. Dhe prandaj gjithmonë jam fokusuar në terma si estroboloma, krononutricioni apo të tjera mekanizma që në Shqipëri janë shumë pak të njohur, që e konfondojnë ose e ngatrojnë pak audiencën, por që të bëhesh dietolog Klisman duhet një kohë shumë e gjatë dhe një rrugë shumë e gjatë. Unë vërtet i kam kurset e nutricionit që i ofroj për të gjithë, por gjithmonë kur fillojmë nga një bazë që mund të jetë shkenca ushqimi, që mund të jetë farmaci, stomatologji etj, nëse ti do të marrësh një specialitet, pra është edukimi vazhduar. Nëse ti je regjizor me një kurs që mund të bësh tek unë, sigurisht nuk mund të bëhesh dietolog. Përndryshe do të ishte shumë e thjeshtë për gjithë. Po nëse ju nuk më merrni për të bërë kursin, si regjizor që jam, atëherë do gjej dikë tjetër që më merr.
për të bërë kursin. Okej. Po, mund ta gjesh, Okej. e kam përgjigjen edhe për këtë, mund ta gjesh dhe patjetër që mund ta gjesh, por problemi qëndron që jemi duke gënjur veten dhe ti shumë bukur e them fillim na gënje. Nëse do të gënjej, sigurisht unë t'jap një certifikat që ti ta vendosësh aty te muri, por problemi qëndron që ti nuk mundet dot të kapësh konceptet e një kursi i cili në thelb nuk fillon nga A-ja, po për mua A-ja është Z-ja. Unë thash do doja shumë që të na jepje gënjeshtra të bukura që të ishin bukur. Okej. Pyetja tjetër ishte kush njerëz mund të vinë tek ty? Po, edhe kjo pyetje bukur, të gjithë njerëzit të cilët kanë probleme me peshën. Pra, shtim në peshë, rënje në peshë, rritje të masës muskulare, rregullim të si themi densitetit kockor, apo që lidhen me osteoporozën, gratë në menopauzë, individët të cilët kanë probleme me diabetin, insulin rezistencën, problemet të ciklit menstrual, për cilin kemi bërë edhe një broshurë shumë interesante, fëmijët, nënat në gjithëdhënie, nënat shtatzan, problemet me kolesterolin, edhe të gjitha problemet që lidhen me shëndetin në tërësi. Kuptohet ka sëmundje të cilat nuk shërohen, shpesh dëgjojmë Hashimoto, shërohet, nuk shërohet, ama mund ta mbajmë nën menaxhim në mënyrë që dhe terapia zëvendësuese të jetë në doza pak më të ulta. Estroboloma. Është ti për rekordi? Okej, që ta flish. Bëj shumë backstage. Një pyetje tjetër është për detoksin. Është marketing apo dobësim? Marketing, sigurisht, trupi jonë është projektuar në formë të tillë që të kryej vetë detoksin 24/7, që do të thotë mëlçia, veshkat, pulmoni, lëkura, janë të afta të kryejnë procesin e detoksifikimit, megjithatë sigurisht ekzistojnë pije, fruta, perime, të cilat nëse përdoren në një moment të caktuar të ditës dhe jo si zëvendësues të vakteve, mund ta ndihmojnë procesin e detoksifikimit dhe patjetër duke patur antioksidant mund të përshpejtojnë dhe të ndihmojnë këto organe të kryejnë procesin e tyre në kapacitet 100%. Një pyetje tjetër për ne njerëzit e thjeshtë, duke parë që shpesh në rrjetet sociale flitet për fibra, për kalori, për proteina, numra, shifra pafund. A është e nevojshme ky informacion për ne njerëzit e thjeshtë? Ky është një karem për marketing të mirë dhe sigurisht njerëzit bien shumë pre. Ne nuk jemi numra, jemi mekanizma. Qeliza nuk përmban brenda një tabel numerike, po përmban një tërësi reaksionesh, për të cilat duhet kemi kujdes ushqimin që marrim, kohën kur e marrim, kombinimin që bëjmë përjashtë, pra përtej kalorive, sepse më shumë e rëndësishme është kur ham dhe pastaj çfarë ham. Se un pacientëve gjithmonë i them kështu, nëse ti do shkosh në të gjitha vendet e botës dhe të më kthesh një pjatë me të gjitha ushqimet më të mira të botës, ti përsëri nuk bën një regjim të shëndetshëm. Regjimi i shëndetshëm është kur të gjitha vaktet janë të balancuara, të ekuilibruara me nutrientët e duhur dhe jo vetëm një vakt me ushqimet superfoods që zakonisht thuhet. Kështu që për mua kalori, detox, e ku diun terma të tjerë përdoren janë thjesht një marketing. Do me thënë që ne nuk është se na duhet shifrat e kalorive, proteinave, fibrave e të tjerë, por që momentin që ne shkojmë tek një specialist, është që ti besojmë atit dhe ai të merret me këto shifra. Absolutisht, individit nuk i duhen numrat, individit i duhet edukimi ushqimor, në mënyrë që mbasi të ketë mbaruar procesi me një dietolog që nuk mund të zgjas përjetësisht, atëherë ky pacient të jetë i zotit të kombinojë vetë në bazë të njohurive që ka marrë. Numrat dhe shifrat i duhen dietologut për të përpiluar regjimin ushqimor. Pjesa tjetër për individin nuk është fare e nevojshme në gjykimin tim dhe në logjikën që jam duke përdorur dhe uroj shumë që ta kuptoni këtë që po them. Okej, duke qenë se i kam përpiluar çik pyetjet kështu shpejt, po bëjmë një pyetësor të shpejt. Okej. Cili është ushqimi më i mbi vlerësuar? Ka shumë ushqime të mbi vlerësuara, po flasim avokadoja. Po ushqimi më i nën vlerësuar? Çajrat, erzat. Patëm një keq kuptim të intervistës për arsye se unë dua pyetje shumë të shpejta, dua përgjigje shumë të shpejta, por që buka apo oriz? Të dyja në kohën e dur. Ves çdo ditë, po apo jo? Po dhe jo. Po ne duam të dim po ose jo. Se ngelen duke dëgjuar njëri person që thot po, njëri person që thot jo. Okej, po i kthej përgjigjen shkurt. Veza nuk e rrit kolesterolin.
Okej. Frutat në darkë, problem apo mit? Mit. Mit. Mjalt apo sheqer? Nuk zëvendëson njëri tjetrin, po më mirë mjalt. A duhet të numërojmë kalorit? Sa po e bëjmë si pyetje që nuk... Dieta apo stil jetese? Stil jetese pa diskutim. Po si bëhet, se unë për shembull tash që vjen edhe vera, dua të dobësohem. Ka ndonjë formulë që mund të dobësohem për 2 javë, sepse nga mesi i qershorit Ke një dasëm. jo kam rezervuar pushimet dhe do dohet isha çik kështu. E je kujtuar vonë? Okej. Cili është gabimi numër 1 i dobësimit? Të qëndrosh pa ngrënë. Interesant. A ekziston ushqimi perfekt? Ekziston regjimi. Ekziston regjimi perfekt. Dhe perfect foodi. Po, patjetër. Pastaj, si është shpreha, një ushqim perfekt është një ushqim i balancuar. Po. Karbohidratet mik apo armik? Mik, pa diskutim. Çfarë nuk do të haje kurrë çdo ditë? Lëre, ishte pyetje kështu. Ato që në realisht nuk e ha. Çfarë do të haj shumica më shumë? Më shumë. Nuk ka më shumë apo më pak. E rëndësishme është që të gjitha produktet ushqimore, grupet ushqimore duhet të jenë në rutinën ditore. Ushqimi më i keq para gjumit? Ushqimet të cilat përmbajnë sasi të lartë të karbohidrateve, sepse kuptohet rrisin energjinë edhe rrisin dhe nivelin e sheqerit në gjak. E kuptoj. A është uria gjithmonë një shenjë që duhet të ham? Jo, uria nuk është gjithmonë shenjë që duhet të ham, mund të jetë edhe uri emotive apo thjesht një stres që ti do ta kalosh me ushqimin. Cili suplement përdoret më kot? Asnjëri nuk përdoret më kot nëse nuk përdoret brenda kufive dhe arsyeve të caktuara. Okej. Para se të fillojmë këto pyetje të tjera. Ke pas thënë që një herë në javë mund të bëjmë një chill day, e kam parë në një video. Po neve kur s'na intereson e bëjmë chill day çdo ditë. Çfarë do thotë kjo chill day që ta kuptojmë më mirë? Po. Atëherë që ta kuptojmë, chill day është një ditë, po themi, ku ne mund ham çfarë të duam, të pim çfarë të duam etj. Me rast se në fund ditës gjithmonë e kam thënë që jemi qenie sociale dhe që të qëndrosh në një regjim ushqimor apo në një stil jetese nuk do të thotë që të shkëputesh nga gjitha kjo, por e rëndësishme është që nëse sot ti pate një party, pive pak apo hëngre diçka më shumë, nesër të kalosh në regjimin tënd normal. Dhe këto idetë të bërit detox me lëngje gjithë ditën apo të pive të muaj etj. Me radhë nuk janë një fshirje me gomë gabimeve të një dite më parë, sigurisht e ndihmojnë deri diku organizmin, por për fasting dhe të tjerat mos të futem, mos e diskutojmë një moment tjetër. E mira është që çfarë ndodhi sot dhe nesër ktheu regjimit. Por kjo nuk mund të ndodhë çdo ditë, se thotë okay, sot është sot dhe ne vazhdojmë çdo ditë bëjmë nga një gabim. Absolutisht jo. Një ditë të javës, një herë në 2 javë, mund edhe t'ja lejojmë vetes të konsumojmë diçka më tepër nga regjimi ose stili jetesës normal. Një pyetje, shpesh pin proteinë në palestër? Atëherë proteinat pluhur, unë nuk jam kundër kur din të menaxhohen, si kundër jam totalisht kundër për individ të cilët thjesht i marrin për të formuar muskuj. Së pari ne, nëse jemi të kujdesshëm me ushqimin, arrim të plotësojmë nevojat tona ditore për konsum të proteinave apo të çdo makronutrienti tjetër. Por nëse ne kemi filluar një sarkopeni, pra rënje të masës muskulare, nëse kemi kaluar sëmundje të cilat na është dashur të qëndrojmë gjatë në shtrat, nëse ne na tutoron një mjek apo një personal trainer i profilizuar, i certifikuar, i shkolluar, sigurisht mund të konsumojmë proteinën pluhur, e cila nuk zëvendëson vaktin, sepse dëgjoj shpesh që thon un pi një shake me proteinë dhe mbaroj filmi. Jo, proteinat në të marra në këtë formë sigurisht janë të jashtme, janë të stimuluara, janë jo natyrale. Kurse në momentin që ne marrim ushqim, por e ndihmojmë organizmin edhe me këto pluhurat kur është e nevojshme, atëherë edhe trupi do di si të sillet dhe ta fitojë, sepse ideja e këtyre është që formojnë trup fiktiv, pra një muskull i cili thjesht fryhet, por nëse ne do heqim suplementimin do të bjerë menjëherë, ndaj dhe jam kundër. E kuptoj. Okej. Atëherë do fillojmë në një sesion mit apo fakt. Okej. Mit apo fakt, të hash pas orës 8 darkës, të shëndosh?
Shiko, trupi nuk ka një orar, është mit. Pra nuk ka një orar të caktuar kur shton djam apo pakson djam. Sigurisht ka orare caktuara kur ose momente caktuara të ditës kur prodhohen disa hormone, por ne themi mbyllën në 8 me idenë që ti t'japësh kohë trurit dhe trupit të përgatitet për gjumë dhe jo për aktivitet tretës. Okej. Buka të shëndosh më shumë se patatet? Jo, janë karbohidrate vërtet, por janë krejtësisht ndryshe. Njëra është zhardhok, tjetra është drisë, që kështu nuk mund të themi dot njëra më shumë se tjetra. Okej, kjo është një nga pyetjet shumë interesante dhe uroj që njerëzit ta kuptojnë. Nuk është se është diçka wow, por mendoj që është një pyetje që shpesh ne gabojmë në këtë. Ujë me limon djeg dhjamin. Jo. Jo. Dhe madje kam dëgjuar që ta pish edhe esull në mëngjes, është Stomakun e djeg, po dhjamin jo. e kuptoj. Dhe të mirët ne çfarë ndodh. Të mirët ne që dëgjojmë lloj këshillash nga çdo lloj njeriu, çdo lloj, sepse okay, ke shumë njerëz të aftë, shumë profesionista, por ke pak njerëz që janë të ndërgjegjshëm. Dhe vërtet na duhen këshilla nga persona të ndërgjegjshëm, por siç thash, neve duam gjëra të shpejta, të thjeshta dhe dobësim Magjik. Okej. Vezët rrisin kolesterolin? Vezët nuk e rrisin kolesterolin, por nëse do t'i duam të japim shpjegim, E kuptoj. Duhet të hash 5 vakte që të dobësohesh? sigurisht eat more for less. Karbohidratet të shëndoshin? Jo, nëse dim cilin lloj dhe kur dhe si. Produktet light ndihmojnë për humbje peshe? Ndihmojnë për humbje parash. Detox i pastron organizmin. Siç kam parë dhe këto tash këto fasting, Po. pa bukë, pa se kjo është problemi, më fal, se të ndërpres. Problemi më i madh është që neve ndjekim dhe marrim shembull njerëzit që ne do duam të ishim si ata, pa e ditur se vështirësitë apo çfarë ka kaluar ai personi në jetë, por e marrim shembull në çdo veprim të tij. Shiko, fasting është një metodë e cila nuk është stil jetese, që do me thënë, fasting në shumë spitale në botë, në Francë, Zvicër dhe në shumë vende në Austri, përdoret kryesisht në departamentin e onkologjisë, sepse ndihmon atë procesin që quhet autofagi. Por, siç e thash, në spital i monitoruar presioni arterial, elektrolitet e individit e të tjera me radhë parametra shumë të rëndësishëm dhe vital. Në kushte shtëpie, më shumë se 72 orë, fasting i cili përmban ushqim, pra jo fasting me ujë, nuk mund ta bësh dot më vetëm, sepse dhe nëse e bën, sigurisht do të kesh disa probleme që unë nuk po lidhem fare me peshën, se që do ta marrësh peshën kjo nuk diskutohet më, por probleme të tjera që lidhen me përqendrimin, me fokusin e të tjera me radhë. Kështu që detox dhe fasting, nëse pretendon t'i kthesh në stil jetese, po bën gabimin kryesor. Por nëse do t'i përdorësh në formën e vakte, për shumë një smoothie detox, pra disa ushqime të cilat përmbajnë antioksidant, vitaminë E etj, ti mund ta bësh një mesvakt me të. Është okay. Ideja është që një nga gënjeshtat e tjera që ne marrim është, më sa kuptova, pjesën e fasting është që mund të dobësohemi kohën që neve bëjmë fasting, por që e marrim shumë shpejt sepse nuk është një dobësim, po themi, i mirëfillt apo Jo, nuk është çështja e të mos qenurit një dobësim i mirëfillt, por është çështja që duke bërë fasting ne marrim shumë pak kalori. Pra, futemi në hipokalori, dieta hipokalorike dhe kalojmë tek ai shpjegimi që që bëra në fillim për metabolizmin bazal. Sa më shumë ose sa më shpesh të eksperimentojmë me trupin, aq më shumë ulet niveli i metabolizmit bazal. Dhe e di se ja them pacientëve gjithmonë, nëse ti je në një punë ku ke dhunë psikologjike, të bërtet një herë shefi 2-5-10, ti në fillim reagon, pastaj jo më. Të njëjtën gjë je duke i bërë edhe trupit, pra je duke i dhënë një dhunë kalorike në këtë rast. Dhe mund të më thoni që po mirë, ti në fillim the mos të ekzistojnë kalorit, tani thua të ekzistojnë kalorit, sigurisht që po në fund të ditës ne ekzistojmë në varësi të një lloji energjie që e kemi përkthyer si kalori. Unë nuk do ta thoja fare këtë, por problemi është që ju mendoni më shumë se ç'duhet, dhe kjo është problemi jon, pastaj që nuk kuptohemi. Okej, atëherë fillojmë me pjesën mitë dhe fakt përsëri me pyetjen kur bëjmë dietë, a duhet të konsumojmë banane? Patjetër që po. Okej, se disa thonë që jo. Është okej. Kafja dehidron në organizmin?
Shiko, kafja ka efekt diuretik, pra që stimulon urinimin dhe patjetër që duke stimuluar urinimin e humbasim lëngjë nga trupi jon, dhe zakonisht po të keni vënë re edhe video që ka folur për kafen, kanë thënë që gjithmonë duhet shoqëruar me ujë. Pra, gjatë konsumit të kafes të konsumohet edhe ujë. Megjithatë, numri i kafeve në ditë është gjithmonë në varësi të individit. Trupi jon është projektuar dhe programuar që të menaxhojë 450 mg kafeinë në ditë, pra rreth 4-5 kafe në ditë. Kuptoj, 4-5 kafe se me miligram filluan prapë me Po, llogarit. prandaj po e them, dhe nëse një individ nuk përballon dot një kafe, kjo s'do të thotë që duhet patjetër t'i marri. Një individ që përballon 3, paktën mos sa shkojë te 5. Dhe tjetra, kafeinën nuk e gjejnë vetëm te kafja, pra këtë efektin nuk e shohin vetëm te kafja, por ka edhe çajra të cilat përmbajnë kafeinë apo tein, të cilat mund të shkarkojnë, si për çaj jeshil, çaj i zi etj. Me radhë. Unë do të bëj një pyetje tjetër përsëri që e di përgjigjen dhe ju e keni thënë shumë vite më përpara si teori, por atëherë ishte pjesa e paragjykimit sepse nuk e dini njerëzit më saktë, dhe momentin që disa persona e thanë kohë të fundit dhe u bër, kjo mund të ketë kohë fakt që ka dalë, por sheqeri kaf është më i shëndetshëm se sheqeri i bardhë. Se zgjata dhe unë pyetja më shumë se përgjigja. Këtë herë po të marr komentet e atëhershme do qesh, nuk do mërzitem, sigurisht që sheqeri kaf është njësoj dëmshëm si sheqeri bardh. Ai përmban një pigment që quhet melasa, që jep ngjyrën dhe aromën, dhe edhe prandaj quhet sheqeri kaf. Sigurisht është i papërpunuar dhe vjen ashtu nga kallami i sheqerit, por në vlera kalorike është i njëjtë, është njësoj i dëmshëm e tjerë. Nëse do duam sheqer i cili nuk dëmton trupin ton, janë sheqernat alkool që vjen nga fermentimi i misrit kryesisht dhe quhet ksilitol, eritritol, stevia, por jo gjithmonë në nxehtësi etj. Me radhë. Mendoj që dhe siç është sheqeri kaf, mendoj dhe disa pije që janë zero sheqer. Po. Ato janë Ato mund të kenë zero sheqer, por e para njëherë kush nga ne e mati këtë gjën. E dyta është një mënyrë për të konsumuar më shumë. Dhe duke mos qenë, pra duke qenë kjo lajti që zakonisht tham, ne kemi tendencën që okay, hëse lajt është, hajtë se po e marrim, hëse nuk ka sheqer, hajtë se po e pim. Por në fund të ditës ka dioksid karboni të shtuar në mënyrë jo natyrale, kështu që plus elementeve të tjerë, të cilët janë acide që nuk janë të shëndetshme për sistemin skeletal. E bëra këtë pyetje më saktë që ta kisha edhe unë ta kisha edhe unë si pyetje, si përgjigje. Mit apo fakt, dietat e shpejta funksionojnë po apo jo? Për të humbur kohën po. Mit apo fakt, djersa djeg dhjamin? Jo, s'ka lidhje fare. Okej, sa më pak të hash, aq më shumë të psohesh? Jo. Jo. Pesha është treguesi më i mirë i shëndetit? Absolutisht jo. Ushqimet bio janë gjithmonë më të shëndetshme? Bio është një mënyrë e të kultivuarit të ushqimit, jo domosdoshmërisht. Sepse, okay, kjo ishte shumë interesante edhe si pyetje dhe duke analizuar edhe unë me atë trurin tim, them, shpesh shohim gjëra bio. Çfarë do të thotë saktësisht fjala bio, sepse duke menduar që ky ushqim është bio, ne konsumojmë. Po si mund të jetë, po themi, diçka që s'është e shëndetshme, po themi. Bio është, po e paralelizoj me termin, meqense këto kohëve të fundit kemi pasur shumë si term këtë pjesën, barazi virgjër, pra si një tokë e virgjër e papërpunuar, dhe bio është një produkt ushqimor i cili është mbjell dhe është lënë të rritet në kushte normale, pa pesticide, pa kimikate etj. Me radhë. Organike nuk e bën më pak të shëndetshme. Organike është i rritur në kushtet ku janë vendosur pesticide apo kimikate brenda standardeve të një bashkimit evropian apo të lidhur me shoqatat që merren me bimët e kështu me radhë. Kështu që bio dhe organike nuk do të thotë që njëra është më e mirë se tjetra apo e kundërta, si kundër termi OMG, të cilat janë organizma të modifikuara gjenetikisht, për të cilat gjithmonë ka frikë. Në fakt, nëse flasim për shtim të hormoneve, antibiotikëve apo mënyrave të shpejta të rriturit të një produkti, sigurisht tu duhet të kemi frikë. Por nëse flasim për një produkt OMG i cili është përshtatur genetikisht të rritet kivi në Pogradec, atëherë këtu nuk kemi të bëjmë me një produkt të dëmshëm. Dhe në fakt, shumë njerëz, Pogradec, në Lushnjë dhe disa vende tjera, kanë filluar të mbjellin produkte të cilat nuk janë të vendit ton, nuk janë të mesdheut, por janë të modifikuara genetikisht, shartimi për shembull, për të përshtatur. Kështu që nuk duhet patur as besim të verbër dhe as frikë të panevojshme. Gjumi ndikon në peshë?
Absolutisht po, gjumi, le të themi në thonjza, komandohet nga një hormon që quhet melatonin, i prodhuar nga gjëndra pineale, e cila është në konkurrencë të vazhdueshme me një hormon tjetër që quhet kortizol. Kështu që nëse gjumi nuk është cilësor, duhet ta kuptojmë dhe ta theksojmë që cikli gjumë-zgjim është shumë i lidhur me ciklin urin-ngopje, ndaj një individi i cili është pa gjumë po të vëshre ditën e nesërme, përveçse është nervoz e tjerë, ka tendencën të konsumojë më shumë ushqim për të rikuperuar atë energji të trurit e cila nuk u mor nëpërmjet ushqimit, nëpërmjet gjumit. Tani, një pyetje shumë interesante. Unë e di shumë mirë, por shumë njerëz dhe ju keni folë shumë për insulinën, Ozempikun në saktë. Po. Ke vite që flet që nuk duhet bërë Ozempiku. Okej, tani dolen edhe disa të tjerë që thonë nuk duhet bërë Ozempiku. Dhe disa njerëz e kanë dëgjuar shumë herë. Dhe bukra është të pyesin, ata bëjmë Ozempikun, ju i thoni jo, ata e bëjnë, dhe më pas vinë tek ty për të marrë këshilla apo të patur atë regjimin nga efektet anësore që mund të ketë. Rasti i fundit ishte një vajzë përpara 2 ditësh e cila nuk më kishte njohur më herët, por e kishte bërë Ozempik, Mounjaron, dhe